Dita gjithve, tashmë njeriu do të bëhet i pavdekshëm. Ngjarja e fundit, pra testi që do të bëhet tani në vitin 2026, do të vendos njëherë për gjithmonë që njeriu me të vërtet mund të bëhet i pavdekshëm. Dëgjoni se çfarë është zbuluar kohët e fundit. Shkencëtarët kanë zbuluar diçka madhështore që do të ndryshojë njëherë për gjithmonë jo vetëm qelizat e njeriut, por edhe jetën e njeriut. Tani ndiqeni me kujdes. Kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, bëjeni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Një shkencëtar në Stanford, një shkencëtar italian që studion në Stanford, Salvatore Sebastiani, ka bërë një zbulim madhështor, një zbulim që, siç ju thash, do të ndryshojë njëherë për gjithmonë njeriu. Duhet të dim, do ta filloj nga këtu që të kuptohet thelbi. Duhet të dim që problemi kryesor i njeriut janë vdekja e qelizave dhe riprodhimi i qelizave është gjithmonë më i ngadalt, nga një moshë e caktuar deri pastaj dal ngadalt kur vdesin qelizat dhe nuk riprodhohen më. Pra ky është problemi kryesor. Por problemi i qelizave kryesisht është edhe degradimi i tyre, sepse duke ushqyer gjatë jetës sonë, qelizat që janë në trupin tonë kryesisht fillojnë dhe bllokohen. Dhe ky është një tjetër problem që nuk bën riprodhimin e qelizave. Tani çfarë kanë zbuluar studiuesit? Ky shkencëtar italian, siç tha Salvatore Sebastiani, ka bërë një ndryshim rrënjësor të asaj çfarë mendoi dikur. Ai ka zbuluar disa molekula, të cilat nëse do injektohen brenda qelizave, ato dal ngadal i resetojnë qelizat. Pra sikur ta bëjnë të kthehet në statusin fillestar. Pastaj me kalimin e kohës, këto qeliza riprodhojnë qeliza të tjera. Dhe është një zbulim madhështor sepse për herë të parë deri tani këto testet në kafsh kanë dalë madhështore, kanë dalë me rezultate të shkëlqyera. Dhe pikërisht këtë vit, pra në vitin 2026, është vendosur që të bëhet testi në njerëz dhe po pritet momenti i madh sipas gjasave. Është një lajm madhështor ky, po them, sepse të gjithë presin këtë. Bile ata që kanë të ardhur financiare të mëdha, sepse padyshim do të shpenzojnë para të mëdha që të ndryshojnë qelizat e trupit tyre dhe orën biologjike, sepse duhet dini që qelizat vdesin në bazë të bazuara në orën biologjike të trupit tonë. Por si e zbuloi ky shkencëtari? Do t'ja u them. Në emisionin Enigma, nëse mbani mend, kemi folur për Turroptis nutricola. Turroptis është një lloj e vetmja specie në planetin Tokë që jeton në përjetësi, sepse është një lloj meduze që edhe po t'i presësh këto pjesë të trupit rigjenerohen dhe askush nuk e kishte kuptuar se pse rigjeneroheshin. Pikërisht nga këtu filloi studimi, sepse studimet kanë filluar, mos gaboj, në vitin 2005-2006, por janë bërë shumë teste me kalimin e kohës për të kuptuar se pse rigjeneroheshin, ose më mirë, pse rigjenerohen qelizat e kësaj meduze, pra të Turroptis nutricola. Dhe në fund kuptuan thelbin që pse. Tani, duhet të dini që çdo lloj specie në këtë planet, qelizat bllokohen nga ushqimi, siç ju thash më përpara, dhe nga mënyra e jetuarit. Dhe normal, sepse është një si mund t'juhet, kjo është jeta për secilën specie, jo vetëm për njerëzit, edhe për kafshët, edhe për insektet, për çdo gjë. Dhe në momentin që krijohet ky statusi i bllokimit të qelizave, nuk ka asnjë formë për ta rigjeneruar, ose për më mirë për ta resetuar. Në fakt aty tek Turroptis nutricola, siç kisha lexuar para disa kohësh, mbasi kishim folur për në emisionin Enigma, dy shkencëtar burrë e grua, mos gaboj, nga Londra, kishin vërë diçka që i ndryshoi mënyrën e të studiuarit këtyre qelizave. Dhe është një lloj, si mund quhet, jo teknike, një lloj mënyre që ndodh pikërisht nën ujë. Nuk dihet se pse, por uji ka disa element kryesor, sepse ne jemi bërë pothuajse 70% ujë, trupi i njeriut, ndoshta edhe më shumë. Njëkohësisht edhe planeti Tokë, pra çdo gjë është e bazuar në këtë Tokë, në këtë planet, është e bazuar në ujë. Pra molekulat e ujit janë thelbësore dhe Turroptis nutricola, nëse do të jetonte për shembull në ujërat e ëmbla, nuk do të ishte e njëjta gjë. Pikërisht pra për disa arsye që jeton jo vetëm në det, por me ujërat e kripo dhe me jodin, krijon disa
ripërsëritje, si mund të quhen, të një sistemi të molekulave të ujit që brenda molekulave të saj brenda qelizave riprodhon qelizat dhe i reseton ato. Ky ishte shkaku që ata kuptuan që kishte diçka që një element me ujin. Dhe disa teste janë bërë pikërisht me këtë. Pra këto molekula që kanë gjetur, dhe ky shkencëtari Sebastiani i ka gjetur pikërisht që bazohen në molekulat e ujit dhe duke i injektuar brenda qelizave, këto i resetojnë qelizat në përgjithësi. Tani dikush nga ju do thotë, po mirë, si do të jetoj planeti Tokë nëse do të jetojmë që të gjithë në pafundësi, sepse nëse mund të jetojmë sa të duam, të bëhemi të pavdekshëm, atëherë si mund të jetojë njeriu me fjalë gjithë bota, me kaq njerëz mund të jenë tani jemi 10 me fjalë 8 miliardë ca, por kur të vemi 10 miliardë apo ndoshta 20 miliardë, si do të mund të mbijetoj planeti? Tani, ky është hapi i parë, por hapi tjetër do të jetë akoma më i vështirë, sepse për kontrollimin e numrit të popullatës botërore do të jetë akoma më i vështirë. Dhe së pari njerë, ky lloj sistemi, nëse do të futet në njerëz, pra nëse njerëzit do të mund të bëjnë këtë lloj sistemi për të riprodhuar ose për të resetuar qelizat, unë them që nuk do bëhet për të gjithë, do bëhet vetëm për një pjesë të njerëzve. Ata që kanë të ardhurë financiare, që gjëja fillimisht do kushtoj shumë, sepse kushton si mund të quhet studimi, kushton praktika, kushton kështu thuhet. Por në të vërtetë është një diçka shumë e thjeshtë me sa e kuptova, sa e lexova, nuk jam mjek, nuk jam specialist në këtë fushë, por me sa e kuptova është diçka e thjeshtë, me fjalë diçka që mund të injektohet në trup dhe pastaj nga ajo bën rrugën e saj me kalimin e kohës për të resetuar të gjitha qelizat. Megjithatë do të presim tani testin që do të bëhet te këta vullnetar. Me sa lexova fillimisht janë 20 e ca të zgjedhur si vullnetar, por ka më shumë vullnetar sepse lexova që kishte disa në terminal. Pse po bëhet në këta që janë në momentin me fjalë që po humbasin jetën? Sepse duan të shikojnë se deri ku mund të arrijë ky resetimi. Përveç se nëse sepse resetimi për ata që nuk e kuptojnë, resetimi i qelizave rregullon të gjitha qelizat e trupit. Nëse ti ke ndonjë problem, pra me këtë lloj sistemi që mendohet tani me fjalë që të futet në njerëz, mund të rregullojë të gjithë sistemin imunitar të trupit të njeriu dhe rregullon edhe sëmundjet, nëse ke çdo lloj sëmundje. Pra çdo lloj sëmundje mund ta resetojë sepse reseton qelizat, reseton gjithë problemet trupore. Pra është një zbulim madhështor që padyshim tani të gjithë miliarderët do të futen përveç se do të mundohen që të jetojnë sa më gjatë, por edhe të eliminojnë shumë probleme të trupit. Dhe siç ju thash, nuk do jetë për gjithë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për një shpikje të tillë? Dhe a do futet në njerëz? Unë them se është tepër e vështirë, sepse atëherë i bie që të gjithë njerëzit mund të jetojnë deri në 100, 200, 500 apo ndoshta edhe më shumë vite. Pres komentet tuaja. Ditë marr.